kemi disa inate nga shqiptarët. Në momentin kur Albin Kurti, kryeministri, ka thënë se kush do të bëhet, kështu për parafrazoj, kush do të bëhet president duhet t'i bëj. Në nënshkrimet, prej atij momentit unë kam thënë, disa herë kam thënë se zonja, do të thonë, Vjosa Osmani nuk mund të jetë kandidate për president. Dhe çka i gjet, profesor, do të pyes, pas Vjosa Osmani është bërë presidente pra me votat e lëvizjeve vendosë. Po unë e konsideroj se ndoshta kishte më qenë më mirë, më lehtë pak me vazhdu me kontinuitet për shkak të problemeve të natyrave ndryshme, por këto janë situata politike dhe i kemi disa inate nga shqiptarët në momente të caktuara dhe kështu që... Po thoni që është punë inatësh kjo mund të jetë? Absolutisht po. Edhe vjetë ato që ka ndodhur ato peripetit vjetë kanë qenë këtë punë të inateve shqiptare. Po çfarë inatësh mund të kenë, pra? Punë i kanë ndarë, profesor. Kështu ajo presidente unë edhe dje pram dikun e përmena dhe thonë përqarja shqiptarëve ka kaluar në profesion. Kështu që e kemi profesion përqarjen, e thash edhe dje, dhe thonë edhe profesion ka kaluar edhe të burgosur politik, kështu që në këto dy çështje të cilat janë të popullit shqiptar i Kosovës kanë kaluar në profesion. Cila është zgjidhja, profesor? Pra, sepse po shohim pra zgjidhja sipas pikpamjes tuaj janë edhe saktësisht 6 orë e sa bie e 28 minuta disa mbyllet. Zgjidhja normale, kushtetuese, procedurale është që të zgjedhet presidenti. Por kjo nuk mund të bëhet pa marrëveshje, duke pas parasysh se partia në pushtet nuk i ka 80 deputet. Po kujt i besohet, profesor, se këto është bërë një var amullie, nëse e sheh komunikimin e vetëvendosjes, thotë na kemi qenë për një kandidat kompromisi. Nëse e sheh reagimin e PDK-s, thotë edhe na jena akoma për një kandidat kompromisi. Edhe LDK-ja thotë çashtu, vetëm që kanë një pozicion të qartë janë AK-ja të cilët kjo ka qenë ma stabilit, a quajnë këtë drejtim, to LDK dhe PDK, do të thotë nuk i kanë do situata të qarta, po ashtu edhe vetëvendosja, do të thonë se Albini ka çdo farë fiskulturat politike, të parapame më herët. Se pja shoni fiskultura, profesor? Po fiskultura, se këto duhet shumë shpejt rregullohen këto. Për shembull, nëse mbahet seanca, për shembull, është dashur mirë vesh, seanca i merr për 5 minuta i merr në shkrimet, 2 kandidatë në minimumi 2 duhet me qenë, shkojnë 3 raunda, rundën e 3 të zgjedhet presidenti.